Bismillahirrahmanirrahim. Kjo ligjërata e fundit, sa I përket kësaj serie rreth Ramazanit, cilat si më thon si mësime dhe porosi nxarr nga surja Isra, një gjëra vëllazër që na mëson surja Isra, domthon janë debatet e kota. Mundohemi në Ramazan të evitojmë ato. Allah I manduar në surën Isra I sjell disa prej kërkesave të çuditshme të kurajshve, domthon ndaj pejgamberit alayhis salam, si kushte domthon për t'i besuar atij. Allah I manduar I thot pejgamberit që të drejtohet atyre. Kul subhana rabbi. Thuaj pejgamber I lartëmadhruar qoftë Allah I manduar, Rabbi, Zoti im, edukatori im, frymëzuesi im, inspiruesi im. Hal kuntu illa basharan rasul? Unë s'jam gjë tjetër domthon vetëm se njeri, por I dërguar I Allahut. Njeri, por që Allah I manduar me ka veçuar edhe dalluar prej të tjerëve me profeci, me këtë revelat madhështore dhe universale. Andaj le të mundohemi në Ramazan të evitojmë debatet e kota. Paraprakisht duke u munduar e përpjekur vazhdimisht që të gjejmë shok të mirë që përgjatë agjerimit e ditëve të Ramazanit e bashkëqërimit me Kur'anin sa më shumë dëmon të dhurojmë njëri tjetrit edhe sinergji pozitive, po edhe këshilla orientime kështu më radh, ose porosi, vrejtje, kritika, sepse pe kritikës buron realisht vitaliteti I një shoqërie dhe realisht Allah I manduar përveç që e përmend edukimin, e përmend edhe këtë pjesën e kritikës. I kritikon shpesh kurajsh, sepse realisht pe kritikës buron edhe mirëmbahet vitaliteti dhe suksesi I një shoqërie. Kjo si më thonë një gjë tjetër tek ajo përmbledhja që ja bëjmë surës Isra ose këtyre porosive që na hyn punë në Ramazan. Një prej gjërave që si më thonë e vrejmë tek surja Isra është ajo pjesa e gradualitetit dhe nevojës për kohezion. Ne le të mundohemi edhe në ligjërimin ton, në veçantë në Ramazan, domethënë mos të kemi kështu shpjegim, ligjërim edhe kërkesa kështu, a kupton, domethënë për një herësh. Ose kërkesa si më thon merre ose leja, kupton. Jo, mundohemi ta kemi edhe gradualiteti, një lloj kohezioni, një lloj vetëdije, edhe një lloj angazhimi I cili si më thon përshtatet me nevojat edhe problemet e popullit, shoqërisë e kështu me radhë. Është shumë jetike domthon ta kemi parasysh ta kemi në vetëdijen tonë sa herë që ligjërojmë, sa herë dalim para xhamatit, në veçantë në muajin Ramazan kur njerëzit kanë shumë nevojë domthon për këshilla orientime që I prekun domthon problemet edhe sfidat edhe ato ngecjet dhe mangësitë e tyre reale në raport jo vetëm me Ramazanin, por në raport me gjithë vitin. Sa I përket familjes, shoqërisë, vetes tyre, punës domthon ku ata angazhohen, veprojnë, marrin rroga e kështu me radhë. Kjo si më thonë ajo. Në anën tjetër e vlejmë edhe një gjë, domethënë Allah I madhuar tek surja e edukimit e sjell domethënë ballafaqimin e Musës me Firaun, me diktatorin apo. Pra realisht diktatori I cili domthon e kishte shtypur mendjen edhe atë pjesën e logjikës, atë pjesën e mendimit të lirë, atë pjesën e fjalës lirë, e kishte shtypur, e kishte fashitur. Dhe Musa alayhis salam si aktivist, domethënë pa shembull edhe pa kompromis këtë çështje u ballafaqua drejt për së drejta, deri në fund. Me kushtin domthon edhe që të vritet. Vetëm që njerëzit e tij, populli I tij të shpëtojnë, të flasin lëshëm, ta flasin gjuhën e tyre, apo të jetojnë pa lakë dhe pa cene. Kjo është si më thonë ai qëllimi. Andaj le të mundohemi në Ramazan të çlirohemi, atë nga kjo klop, këtyre mendimeve, këtyre iluzioneve, apo këtyre shtypjeve që na bëhen nga të tjerë, nga cili do grupacion, nga cili do të shoh domthon taraf, timit të lira, kupton. Ta krijojmë këtë lloj domthon raporti specifik me Kur'anin, duke qenë si më thon të lirë, edhe duke mos pasur presion nga të tjerët ose nga anash. Realisht raporti I mirëfillt me Kur'anin mbahet pikërisht duke u shtruar nga këto si më thon nga këto zakone, a kupton, nga këto iluzione të cilat na I kanë mbështjellur, na I kanë instaluar, na I kanë krijuar pikërisht nëpërmjet dogmave dhe edhe keq përdorimeve që na I bëjnë në emër të fesë. Kjo është si më thon një gjë tjetër, dhe kënë fund Allah I manduar e sjell vlerën e këtij libri. Ky libër kurrëherë nuk devalvon. Dhe jo bil haqqi anzalnahu bil haqqi nazal. Për të vërtetën dhe për të vërtetën e kemi zbritur këtë libër. Andaj Kur'anin faraqnahu litaqrahu 'ala an-nasi 'ala mukth. Për njerëzit duan gradualitet, duan kohezion, duan kohë. Mundohemi domon të ecim mbi këtë, si më thon, orientim, edhe mbi këtë urdhër domethënë kuranor, I cili realisht
na jep mënyrën se si njerëzit arrin të pranojnë vërtetën. Atëherë kur ne ecim në graduale edhe u asqarojmë dhe u paraqisim argumentet dhe faktet në mënyrë si më thonë, cila është e ndarë, është e përpjestuar, a kupton, është e konsekuencuar, jo për një herë, a kupton. Është gabim më fatal kjo. Andaj pejgamberi sallallahu alajhi wasallam, po dhe sahabët, khatibun nas ala qadri uquli. Flisuni njerëzit von atë sa kuptojnë. Kjo gjë e më e rëndësishme do, sidomos në Ramazan. Ta kemi një ligjërim shpirtëror, një ligjërim kështu domthon gjallërus, apo lëvizës edhe shpues. Kjo si më thonë në fund Allahu mandush mi sill shenet e njerëzve të mira. Shenet e njerëzve të mirë, ata domethën vazhdimsi e lutin Allahun e mandush. Në vazhdimsi von janë të përulur, në vazhdimsi kanë ndrojë Zotin e mandushëm, vazhdimsi ja din vlerën edhe peshën dhe madhështinë udhëzimit që e kanë, edhe në fund Allahu i mandushëm padyshim i jep pejgamberit mesatarin. Mundohemi në Ramazan të jemi mesatar. Mos të jemi domosht shpërdorues, mos të jemi ekstrem, mos të jemi domethënë njerëz që kalojmë në skaje, në vazhdimsi mundohemi ta bëjmë mesatarin, të jemi njerëz domethënë të balancuar. Kjo është edhe në fund Allahut wa qul alhamdulillah. Allahu i mandushëm e nisi me domethënë atë pjesën subhanalladhi dhe e mbaron me falënderim edhe me madhrim. Dhe mundohemi që ajo pjesa që si më thonë e pastrojmë, a kupton, edhe e distancojmë Zotin nga çdo njollë, nga çdo mangësi e kështu me radhë, në anën tjetër falënderimi dhe madhrimi i tij të jenë pjesë të pandashme tona. Jo vetëm nga ajo pjesa klasike e dhikrit, por nga ajo pjesa e zemrës, nga ajo pjesa e botkuptimeve, nga ajo pjesa e synimeve, nga ajo pjesa e qëllimeve, nga ajo pjesa e nijeteve e kështu me radhë. Allah i mandush na bëft edhe ne dhe ju për atyre që e shfrytëzojmë Ramazanin, e mundohemi edhe Ramazanin, edhe jetën tonë gjithmonë ta kemi të ndërlidhur me Kur'anin, me këshillat, me udhëzimet, me porositë e tij. Allah i mandush na bëft për atyre që e praktikojmë, e zbatojmë, e jetojmë, bëhemi kopje dhe përkthyer gjallë këtij libri me ashtu në jetën tonë të përditshme, na mëson Zoti i mandushëm që sa më shumë të bëhemi të dobishëm tek populli, tek kombi ynë nëpërmjet këtij libri. E lutem Allah i mandushëm edhe Kosovën edhe Shqipërinë. I lutem Allah i mandush shqiptar kudo që janë, na bëf atyre që ja din vlerën lirin, ja din vlerën lirisë dhe mirësive që i kësojmë, kemi gjithmonë mirënjohës, ku një herë mos i harrojmë dëshmorët, jemi në muajin Ramazan, Allah i mandush ata i mëshiroft, i begatoft, këtë muaj padyshim na bie që ta përkujtojmë edhe epopejën e UÇK-s, epopejën e Dugaxhinit e kështu me radhë. Allah i mandushëm gjithë ato dëshmori mëshiroft, e neve na bëf atyre që gjithmonë për herë ecim në rrugën e idealit në trasën e tyre. Na bashkohet Allah i mandushëm gjithmonë në hijen e këtij libri madhështor. Ju rujt Allah i mandushëm nga çdo keq, ju dhash shumë mirësi, begati, hare, bollok në sofrën, në zemrat e juve, në familjet e juve kështu me radhë. Na bashkohet Allah i mandushëm gjithmonë hajër mirësi. Faleminderit nga zemra. Selam aleikum wa rahmatullahi wa barakatuh.